Mirëmëngjesi Agnesa, mirëmëngjesi dhe përgjithë shikuesit e Koha Vizionit. Jemi këtu tek hoteli Grand pra në qendër të Prishtinës, ku kemi ardhur pra në festivalin ndërkombëtar të fotografisë Fotoest, ku po mbahet që disa ditë dhe sot është edhe dita e fundit. Se si ka shkuar ky festival dhe çfarë ka përmbajtur pra gjatë këtyre ditëve dhe ç'a pritet të ketë edhe sot vizitor. Këtu pranë meje kam edhe drejtorin e festivalit Boromir, pra do të na jap më shumë detaje. Faleminderit shumë që na pranuat atëherë i nderuar dhe apo na tregoni pra se si shkoi këto ditë festivali dhe sa ka pas vizitor. Festivali ka qenë 8 ditë, sot është dita e fundit, është dita e mbylljes së festivalit sot. Kemi patur 36 evente fotografike, për e tyre 12 ekspozita në 3 lokacione në qytet. Jemi momentalisht në Hotel Grand, në katin e 3, ku janë përfshi 4 kate në 1600 metra katror brenda Hotelit Grand, dhe para hotelit është edhe një ekspozit tjetër. Këtu është bërë edhe hapja të premten, me shumë vizitor, kemi patur mes 450 dhe 600 vizitor, sepse kanë qenë shpërndar në përkate ditën e hapjes. Interesimi ka qenë shumë i madh, ekspozitat kanë qenë të vizituara tërkohën, kemi patur përveç ekspozitave edhe ligjërata, panel diskutime, promovime librash, takim me artist, e kështu me radhë. Çfarë ka sjell pra si vjet ky festival, pra ndoshta për dallim prej 2 festivaleve të kaluara? Çka ka qenë domethënë ai ndryshimi apo diçka më e veçantë? Po ky festival është në rritje, do thotë këtë vit kemi patur 50% më shumë volum. Qëllimi ynë është ta bëjmë në plot kuptimin e fjalës në një festival ndërkombëtar regional të Evropës jugore, ku do të gravitojnë të gjitha ata që janë të interesuar për fotografi, dhe në vend se të udhtojnë deri në Francë apo në ndonjë vend tjetër ku mbahen festivale të mëdha, të vinë në Kosovë, të ketë impakt edhe në kulturë dhe në turizmin në Prishtinë. Është qëndresa moto e këtij edicioni, është një apel për të ndalur luftat që po ndodhin momentalisht duke filluar prej Palestinës deri në Ukrainë. Prandaj me rikujtimin e këtyre ekspozitave që përmbajnë edhe shumë materiale nga luftrat të ndryshme, edhe luftën e Kosovës, po ashtu edhe Bosnjës, ne apelojmë që konfliktet të ndërprehen, sepse njerëzimi nuk meriton të jetojë në luftë. Luftrat nuk sjellin asgjë, vetëm shkatrim, askush nuk fiton në luftë, pësojnë njerëzit, dhe apeli ynë është të ndalen sa më shpejt të gjitha këto trazira dhe shkatrime. Nga cilat vende kryesisht pra kanë qenë fotografët apo fotografitë të cilat pra këto po ekspozohen, sa ka pas interesim nga vetë fotografët? Po, ne kemi disa fotograf të vendit që në kuadër të programit janë përfshi bashkë me autor të huaj. Është Osman Demiri dhe Agron Dragaj me ekspozitat e tyre personale. Pastaj është Ron Haviv Ziagafiq dhe 25 autor tjerë të Fondacionit 7, që është një organizat shumë prestigjose e fotografisë në Francë. Përveç kësaj kemi patur edhe do të thotë bashkëpunim regional me shtetet fqinje. Kemi patur edhe nga Shqipëria një ekspozit të karikaturave në kuadër të kësaj. Jemi munduar të bëjmë edhe një thirrje të hapur për talentet të ri të fotografisë që e kemi në katin e 7. Është fjala për një projekt për 5 autor të ndryshëm që paraqiten me projektet e tyre konceptuale. Do të thotë, Fotoisti nuk është vetëm një platformë e fotografisë, po në përgjithësi është një vend takim i arteve visuale, artit bashkëkohor, artit fotografik e shumë do të përmbajtje tjera, sikurse pjesë edukative. Të gjithë këta që ishin edhe mysafir, ne organizuam ligjërata për punën e tyre që të reflektojnë të rive mbi përvojat e tyre
gjatë udhëtimit të tyre artistik. Po i shohim pra këtu kemi në përgjithësi pra fotografi të natyrës, të bjerëve kryesisht, po çka përmbajnë tjetër, çfarë fotografi keni sjellë si vjet? Kjo ekspozitë është e Erik Bouvet, është një fotografi 7 i cili ka bërë një projekt afatgjatë me një kamerë filmike, jo digjitale, në shpinën e tij me një pesh 20 kg, i ka fotografuar Alpet e Evropës dhe kjo ishte ekspozitë shumë do të thotë një nga ekspozitat më të mira në Arles, në Francë, në festivalin më të madh botëror të fotografisë, të cilën arritëm të sjellim edhe këtu në edicionin e tretë të Fotoist. Po, se mundem edhe pak me lëvizje pa të tjera, pastaj kemi edhe ekspozita të tjera. Këtu pranë kemi një dhomë me fotografitë Osman Demirit. Do thotë ky projekt i Osmanit quhet The Children of War, fëmijët e luftës. Është fjala për refugjatët e Kosovës gjatë luftës 1999, ku ata u strehuan në kampin Qegran, një prej kampeve të refugjatëve. Osmani, i cili jetonte në Gostivar, për t'u lehtësuar fëmijëve qëndrimin aty gjatë luftës dhe për të larguar pak nga të gjitha ato trazirat që ata përjetuan, vëmendjen e tyre, ai organizoi kurse të fotografisë, i mësoi ata të fotografojnë dhe bëri projekt me ata. Fjala është, do të thotë, për fëmijët që dikur ishin 5-10 vjeçar, tani janë burra dhe gra 30-40 vjeçar, dhe qëllimi ishte që edhe të rikujtojmë, të ftojmë ata, të vinë në Fotoist, të takohen me autorin dhe të kujtojnë ato ditët vështira në kamp. Prej tyre që kanë ardhur dhe kanë parë vetëm, pra dhe nuk e kanë ditur që ekziston pra një fotografi tjetër. Ka patur pak për arsye se nuk kemi patur mundësi, nuk kemi patur përkrahje nga televizionet tona që të shfaqin një video në të cilën Osmani fton refugjatët të bashkohen. Prandaj shpresoj që bashkëpunimi me televizionet e Kosovës do të jetë më i mirë dhe do të kemi përkrahje më shumë viteve të ardhshme. Mirë po, ne qëllimin ton e kemi arritur, sepse kemi patur, sipas statistikave të një organizate që mirret me llogaritje, na kanë informuar që deri tani kemi patur mbi 8.000 vizitor të festivalit, që është një rezultat shumë i madh për neve. Ne festivalin organizojmë për njerëzit dhe qëllimin e kemi arritur. Pra, përveç këtij kati këtu ku jemi, sigurisht që ka edhe katet e tjera, përveç edhe bibliotekës kombëtare që përmendet të Fakultetin e Arteve, çka përmbajnë edhe ato pak a shumë na tregu, për shkak se tash nuk mundemi me lëviz ndoshta deri atje, kështu që na trego pak më shumë edhe për pjesët e tjera. Po, ky është kati i tretë. Në katin e katërt kemi ekspozitën e Ron Haviv për krimet e luftës, një fotograf i cili e sakrifikoi jetën e tij shumë shpesh për treguar botës se çfarë ndodh. Ashtu ndodhi edhe me Kosovën, fotografoi refugjatët dhe do të thotë luftën e Kosovës, dhe kjo ekspozitë e Ronit ishte në Amerikë, në New York, prej New Yorkut e sollëm këtu që të ndajmë me vizitorët tanë. Në katin e pestë kemi një projekt dy autorëve, Hrvoje Pollan nga Kroacia dhe Igor Çoko nga Serbia. Janë projekte të fotografi të shkatrimit të Jugosllavisë, luftrat, dhe sidomos janë të ekspozuara objekte ku janë ndodhur krime gjatë luftrave jugoslave që Serbia i bëri, do të thotë, në këto 3 dekada të fundit. Prandaj, pastaj kemi në katin e 7 dy ekspozita shumë të bukura. Një është me karikatura të komunizmit, ku në Shqipëri promovohej ateizmi dhe religionet u ndaluan.
Para se të ndalohen, religionet ishte propagandë me karikatura përbuzje për qeshje të religionit si diçka negative dhe që thuaj që është opium, drog për masat. Prandaj edhe ekspozita quhet Icons of Opium, ikonat e opiumit, me gjitha ato ilustrime dhe karikatura të viteve 60, 70, 80. Në organizim të Institutit Konak nga Tirana e kemi sjellur në kuadër të këtij edicioni. Është edhe një projekt, kemi patur një ftesë për talentet të ri, fotograf të ri, dhe kemi arritur të selektojmë 5 prej tyre. Është një ekspozit Together We Can, së bashku mundemi. Fjala është për një ekspozit fotografike dhe të artit bashkëkor në përgjithësi, që kemi në katin e 7 dhe kemi arritur të bëjmë të japim festivalit një dimenzion të ri, sepse Almëri është në të rinjt. Ne vetëm jemi këtu të fillojmë këtë iniciativë të fotoistit, e pastaj të i dorëzojmë të rive të vazhdojnë këtë rrugëtim. Qëllimi i fotoistit nuk është vetëm të organizoj festival, është të promovoj artin, fotografin dhe fotografia që ishte aq më rëndësi gjatë kohës së luftës, sepse ajo i bindi më mirë se çdo raport tjetër për gjendjen në të cilën ishim na të shkatruar, do të sulmuar, degraduar, ishte genocid ndaj popullit ton nga Serbia, dhe kjo e bindi Perëndimin në një farë mënyre që të intervenoj, të ndihmoj lëvizjen ton shlirimtare që ishte aktive në Kosovë, dhe të jemi sot këtu të lirë dhe në një vend demokratik ku bëjmë festivale. Grandi, në para hotelit Grand është një ekspozit që sollëm nga New Yorku. Është fjala për ekspozitën e Ron Haviv si kurator. Janë 20 autor të Fondacionit 7, fotograf më të mirë të momentalisht dhe aktiv në botë. Kemi edhe 2 lokacione tjera, do të thotë fotoisti është një projekt gjigant. Kemi galerinë e Fakultetit të Arteve, ku është ekspozuar një projekti Zia Gafic dhe Thomas van Hout Ruve, një holandez dhe një bosnjak nga Sarajeva. Është fjala për një ekspozit monumental, quhet, për një katedrale Notre Dame në Paris dhe një xhami The Rock of the Dome në Jerusalem. Pra, një gërshetim i 2 simboleve kulti të lindjes dhe të Perëndimit. Pastaj, sikur si ekspozit e fundit, u hap në galerinë e bibliotekës tonë kombëtare, ekspozita e Agron Dragaj, një autor shumë, si të them, i mirë, fotografi mirë nga Kosova, i cili udhtoi në 4 kontinente dhe bëri reportazhe shumë interesante. Ajo ishte në ciklin e hapjes të ekspozitave e fundit dhe është akoma e hapur deri në mbrëmje për ata që nuk kanë patur rast të vinë dhe të shikojnë fotoistin. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione dhe duke shpresuar që sot pra ta shfrytëzojnë të gjitha ata të cilët nuk kanë mujtë të vinë pra dhe të shohin gjithë këtë art i cili pra është pra i renditur në disa kate dhe në disa pjesë të Prishtinës. Ju faleminderit. Atëherë po shpresojmë që të gjitha ata fëmijë pasi jemi në këtë dhomë, të cilët mendojnë që mund të jenë në këto fotografi, të vinë dhe pse jo të shohin dhe fotografitë e tyre. Kështu që me këto informacione, Agnesa po e rikthej linjën tek ju.